Vetëm një gotë lëng hithrash I japin lam të mirë çdo sëmundje, ja si ta përdorni. Dhimbjet nga kjo sëmundje vijnë për shkak edhe të ndryshimeve të ndryshme që I shkaktojnë organizmit tuaj. Por si ta përdorni lëngun e hithrave për të përmirësuar shëndetin tuaj dhe për të mbajtur larg komplikacionet? Dhimbjet e kyçeve trajtohen edhe lehtësohen me disa mënyra natyrale, dhe një prej tyre mund të jetë gjithashtu edhe përdorimi I hithrave. Kjo bimë është shumë efikase në zbutjen e dhimbjeve. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ajo lufton inflamacionin në organizëm, pakson entjen dhe largon dhimbjen. Një nga mënyrat më të mira për të përfituar nga këto vlera është çaji I hithrës së freskët ose hithrës së thatë. Lëngu I hithrës përmbas shumë minerale të shëndetshme e përfshirë këtu, kalciumin, magnezin, gjithashtu dhe hekurin. Kjo e bën lëngun e hithrës të jetë jashtëzakonisht I mirë për njerëzit të cilët të vuajnë gjithashtu edhe nga anemia, por edhe të parandalojnë problemet gërryese të kockave të tyre. Ekspertët shtojnë se shtimi I hithrave në dietën tuaj ditore mund të jetë gjithashtu një përzgjedhje fantastike për mbrojtjen e organizmit dhe mund të mbajë larg komplikacionet e tij. Ekspertët thonë se lëngu I hithrave të freskëta mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për njerëzit që vuajnë nga anemia, por edhe në parandalimin e problemeve gërryese të kockave. Lëngu I hithrës së freskët mund të ndikojë pozitivisht në shëndetin tuaj të kockave dhe të parandalojë gjithashtu dhimbjet e forta të tyre. Hithra është një produkt fantastik që me ndihmën e saj mund t'ju ofrojë shëndetit tuaj edhe një mbrojtje fantastike. Ky lëng nevojitet të konsumohet I tretur në ujë. Mbani doreza gjatë pastrimit të hithrave dhe I lani ato me ujë të bollshëm. Mirë po, më pas mund ta hidhni në tenxhere dhe të marrë ujë një val. Uleni zjarrin dhe lini të ziejë për pak kohë. Menjëherë më pas skulloni lëngun dhe mund ta konsumoni. Shtoni mjalt nëse dëshironi dhe përfitimet që do të merrni në këto raste do të jenë vërtet të menjëhershme. Hithra mund të përdoret në forma të ndryshme dhe ndikimi që ka në organizmin tuaj do ta kthejnë atë në një prej bimëve më të mira për organizmin. Hithra, bima më e mirë e sezonit. Hithra është një bimë barishtore e egër, e cila me kërcellin dhe gjethet e saj mund të sjellë përfitime të mira për shëndetin dhe të evitojë gjithashtu komplikacionet e tij. Të gjithë shqiptarët e njohin këtë bimë dhe shumica e përdorin gjithashtu edhe për të parandaluar komplikacionet dhe për të evituar gjithashtu shëndetin e dobët. Studimet kanë treguar se hithra mund të ulë inflamacionin. Atë mund ta gatuani gjithashtu edhe në sallata, por mund ta përdorni sipas nevojës juaj, në byrek me limon, në supa, në salca të shijshme ose të marinoni mishin dhe peshkun. Ndaj shtimi I kësaj bime vazhdimisht në dietat tuaja ditore mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira për mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Mos anashkaloni pa bërë ndonjë ushqim, çaj ose pije me masën e freskët që mund të merrni nga përdorimi I hithrës. Kështu vlerat që ajo do t'i japë në shëndetin tuaj do ta bëjnë atë një prej përzgjedhjeve më të mira në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e shqetësimeve. Çaji I hithrave mund të përdoret edhe për të zëvendësuar kafen e mëngjesit. Kjo pije mund të konsumohet edhe për detoksin e organizmit si dhe për dobësim. Nëse vendosni më shumë hithra në menun tuaj ditore, atëherë do të fitoni një pamje më të freskët. Hithra është efikase për anemin, qarkullimin e dobët të gjakut, diaren, astmën, problemet të radikaleve të lira dhe në një nxitje më të mirë të imunitetit tuaj në tërësi. Ndaj, nëse doni të merrni të mirat e kësaj bime, sigurohuni ta keni pjesë të rëndësishme të gatesave tuaja ditore. Urtia dioika ose e njohur ndryshe si zakonisht hithra është një bimë e ngrënshme, shumë vjeçare me gjethe gjëmbore që rritet në shumë zona të botës, përfshirë edhe vendin tonë. Mund të konsumohet në gatime, mund të përdoret në formën e suplementi si ilaç natyral për problemet të artritit, diabetit dhe të tjera. Duke u klasifikuar ndër bimët më të dobishme për shëndetin e njeriut, ajo mund të përdoret edhe në përgatitjen e rrobave të ndryshme. Përfitimi I parë ndoshta më I pamundshëm është se hithra mund të thirret për të bërë plurë.
Në fakt, përdorimi i saj në tekstil shkon ndër shekuj. Gjatë përdorimeve të saj mund të merrni gjithashtu edhe rroba më të mira me një cilësi më të lartë. Ajo mund të përdoret gjithashtu edhe në lehtësimin e dhimbjeve të kyçeve. Në shumë gjasa hithra mund të lehtësojë dhimbjet e kyçeve dhe njerëzit që kanë në këtë ndërshekuj mund të kenë përfitime të duhura. Në vitet 2000, studiuesit kryen një studim për të parë nëse kishte ndonjë merit në teorinë e hithrës dhe vetitë e saj në lehtësimin e dhimbjeve. Hithra mund të përdoret gjithashtu në format e saj natyrale edhe për të lehtësuar kështu presionin e gjakut. Presioni i gjakut është shumë i zakonshëm, por edhe ndonjëherë seriozet më të mëdha për shëndetin. Prandaj përdorimi i hithrave mund të jetë një mënyrë efikase për të ndihmuar në kontrollin më të mirë të çështjeve tuaja derisa të merrni trajtimin e specializuar. Hithra është ndër bimët medicinale që është përdorur ndër shekuj, vazhdon edhe sot njihet për vetitë e saj kuruese. Ndonse shumë mund ta konsiderojnë atë si një barë të keq, por atë mund ta përdorni gjithashtu edhe si një përzgjedhje mjaft të mirë ushqyese për mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj përdoreni me kujdes gjithashtu edhe në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Ndonse shumë mund ta konsiderojnë atë si një bimë jo të mirë, hithra që rritet në vendin tonë mund të ndikojë pozitivisht në cilësinë më të mirë të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të saj. Ndaj, vlerat që do të merrni nga hithra do të jenë një mbrojtje më e mirë e organizmit tuaj në tërësi. Ekspertët e cilësojnë hithrën si një prej bimëve më të mira efikase edhe në luftën kundër komplikacioneve të saj. Efektet stimuluese të hithrës ndihmojnë në periudhën e qumshtit dhe rritjen e energjisë pas lindjes. Larja e kokës me ujin e përfituar nga hithra këshillohet për ata që kanë probleme me rritjen e ngadaltë të flokut. Hithra gjithashtu rekomandohet për flokët e yndyrshëm. Hithra është një forcuese shumë e mirë e testosteronit, i cili ndihmon në rritjen e vitalitetit tek meshkujt. Një efekt të menjëhershëm kjo bimë do ta japë edhe në rast se vuani nga diarreja. Përdorimi i çajit të hithrës për diarren mund të jetë shumë efikas në situatën tuaj emergjente dhe të ndikojë gjithashtu në largimin e komplikacioneve të tij. Hithra është një bimë që praktikisht mund të ndikojë pozitivisht edhe kundër lëkurës së thatë. Zjeni disa gjethe të hithrës dhe bëni kompresa me ujin e përfituar dhe hithra do të lëshojë veçanërisht përfitimet në këtë përmbajtje. Ajo që duhet të bëni është thjesht të zjeni hitër në ujë të vluar dhe ta pini këtë të fundit, por gjithmonë duhet të konsultoheni me mjekun tuaj nëse merrni medikamente të caktuara për të evituar kështu ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative që lidhen drejt për së drejti me shëndetin tuaj në tërësi. Megjithatë, kur merrni medikamente të caktuara si për shembull ato për diabetin, duhet të konsultoheni më parë me mjekun tuaj për të evituar kështu ndërveprimet, komplikacione dhe efekte negative që mund të kenë përdorimet e hithrave me ilaçet që mund të përdorni. Çaji i hithrës është me përfitime të mundshme të larta për shëndetin. Këto përfitime përfshin reduktimin e inflamacionit, gjithashtu uljen e sheqerit dhe mbështetjen e një sistemi imunitar më të fortë. Sipas Healthline, hithra është një bimë që praktikisht mund të ndikojë pozitivisht në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Njerëzit pinë çajin e hithrave për dy arsye të ndryshme: për shkak të shijes ose vetive që stimulojnë dhe qetësojnë shëndetin tuaj. Një çaj bimor i njohur si hithra mund të ndikojë në shumë aspekte të shëndetit tuaj në tërësi. Ndonse njerëzit e kanë përdorur ndër shekuj si një ilaç bimor, kërkimet moderne gjithashtu mbështesin shumë nga përfitimet e mundshme të hithrave në përditshmërinë e dietave tuaja. Por cilat janë përfitimet shëndetësore që do të merrni prej kësaj bime? Ajo ndikon në shëndetin e traktit urinar. Hithra mund të ndihmojë në largimin e bakterieve të dëmshme nga trakti juaj urinar. Kjo mund të ndihmojë njerëzit që kanë sëmundje urinare të tilla si hiperplazia ose prostata e zakonshme. Sipas një studimi të vitit 2013, burrat me prostatë mund të përfitojnë ndjeshëm nga përdorimi i hithrës, por këtë duhet ta bëjnë gjithmonë në mbikëqyrjen e një mjeku për të evituar kundërindikacionet edhe ndikimet e saj negative në dëm të shëndetit. Hithra mund të mbështesë shumë shëndetin tuaj, por gjithmonë konsultohuni me mjekun tuaj përpara se ta përdorni. Vëmendje:
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit këtë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.